1 tetori shënoi fillimin e sezonit të ri artistik të teatrit, të operës dhe të baletit në Tiranë. Ishte një fillim as pak i zakonshëm. Për ta çelur këtë sezon, ishte ftuar diva e operës botërore, shqiptarja Inva Mula. Pas 19 vjetësh mungesë, Inva Mula rikthehet në skenën që e rriti artistikisht dhe që i dha mundësinë të hyjë në botën konkurruese të operës botërore përmes derës së Parisit. Për radhat e Hoffmanit titulloi opera me 4 pjesë e Jacques Offenbachut, kompozitorit të shekullit të 19, që jetën e tij artistike e zhvilloi kryesisht në Paris. E përshtatur nga novelisti Ernst Hoffmann, libreti i kësaj pjese është shkruar nga një bashkëkohës i Offenbachut, Jules Barbier, në formën e një komedie romantike. E veçanta e prodhimit shqiptar ishte se regjia ishte e vetë Inva Mulës, që në këtë pjesë luajti 3 role të ndryshme. Pritja që publiku kryeqytetas i rezervoi këngëtares së madhe shqiptare ishte shumë e ngrohtë, siç e tregojnë edhe këto pamje. Urime me gjithë zemër, ishte vërtet një kënaqësi edhe për ne si grup xhirimi, po edhe për një publik të tërë që kishte mbushur sallën dhe ju priti aq me entuziazëm dhe me ovacione. Do desha të di nga ju si u ndjet sot në skenën e teatrit, operës dhe baletit. Sigurisht për mua ishin disa gjëra bashkë shumë të rëndësishme në radhë të parë, unë kthehem për herë të parë mbas themi hikjesime në Paris edhe kanë kaluar shumë kohë, 19 vjet eksaktësisht, nuk isha ardhur për asnjë shfaqje dhe të vish edhe me një themi 3 role të tilla në një triptik, ishte një guxim mjaft i madh nga ana ime, po do doja që këtë ta ndaja këtë emocion bashkë me publikun, bashkë me gjithë artistët në skenë. Ishte diçka që unë nuk kisha nevojë të dilnja dhe të bënja Invën divën që po kthehet, po kisha qejf, kisha dëshirë që ta ndaja gjithë këtë punë, gjithë këtë repertor kaq të bukur me gjithë të artistë të mirë shqiptar që janë këtu në skenën tonë. Kam menduar disa herë me çfarë vepre të vi dhe nuk e kisha seleksionuar akoma dhe ky mendim më ka ardhur vitin e kaluar, mbasi bisedova me profesor Zhani Cikon, drejtorin e operës, të dy jam dakord që duhet ishte një vepër vërtet tepër dinjitoze për teatrin ton, pasi është dhe vepër që nuk është luajtur asnjëherë historikisht në teatrin e operës. Çfarë ishte sonte për skenën e teatrit, të operës dhe baletit Inva Mula? Asgjë pa pritur. Ajo që pritesh, një shfaqje menduar e një shtëpie që ditë presi, ka dhe njerëz të cilët janë zotët të presit dhe të përcjellin artistë të kalibrit Inva Mulës dhe të tjerë që do të vinë e do pasojnë. Janë të mirë pritur dhe gjithë ato që na shohin emisionet tyre që kur kalojnë në Shqipëri të kthehen nga teatri operës për të marrë kënaqësi nga artistët me gjak dhe racë shqiptare. U lodhët me trupën e teatrit këtu, si u ndjet? U ndjeva si në familje, sigurisht që u ndjeva shumë mirë në çdo cep, në çdo kisha vështrime, buzëqeshje, përkraje, përqafime dhe u ndjeva sigurisht shumë mirë. Po diçka për planet e ardhme, të lutem? Ju do t'ikni nga Tirana? Unë do ikin nga Tirana, sigurisht kjo ishte shfaqja e fundit, por do dëshiroja duke parë këtë entuziazëm të pritje dhe këtë punë tepër profesionale në teatr, tani duhet mendoj për një vepër të re për të rikthyer. Profesor Avniu, si u ndjet sot në skenën e teatrit, operës dhe baletit kur pat vajzën tuaj Inva në këtë interpretim të mrekullueshëm? Ja zakonisht mirë, faleminderit të gjithëve popullit kryesor. Jeni emocionuar? Kam emocione shumë dhe e kam zor me thonë atë vërtetën thjesht. Faleminderit. Kishim këtu edhe babain, ishte shumë i emocionuar. Është vërtet kënaqësia e një prindjesh, lumturia e tij që ndjen kur fshet një interpretim kaq të mrekullueshëm si ky i sotmi. Po sigurisht nuk është vetëm babai që shikon vajzën, po është një artist i cili shikon një artiste tjetër edhe them që është i shumë fisht emocioni i tij dhe unë jam shumë e lumtur që ai
të di satisfaksion duke parë shfaqjen time. Inva, këtë interviste kemi për shqiptarët që jetojnë në Kanada, si do të drejtoheshit atyre? Do t'i drejtohesha me dëshirën për t'u rikthyer në Toronto për të bërë, unë kam qenë për shfaqjen La Traviata, do të dëshiroja që të vija me një shfaqje të re, që të kisha midis gjithë publikut kanadez dhe sigurisht fansat shqiptar.